përsaktimi i Ramushit, siç dihet, është çdo gjë që mund të ndodhen me rezultatin e zgjedhjes pa Albinin kryeministër. Epoka UÇK-s e deri në sot, domethënë ndërhyrjet nga jashtë, diskursi i jashtëpër politik në raport me disa nga figurat politike e veçanërisht të luftës, domethënë në propaganda që po bëhet në mënyrë jo të rregullt, jo njerëzore dhe jo politike në raport me shumë personalitete, por edhe me mua, domethënë. Narracioni i Beogradit për luftën e UÇK-s, për udhëheqësit e luftës, i cili për fatin e keq është përkthye nga Serbishja në Shqip dhe po është plasue në opinion që mjerisht një pjesë e njerëzve kanë ra në nivelin që edhe ta marrin si të tillë dhe ai narracion për fatin e keq ka arritur edhe në kulmin e institucioneve, siç është kryetari i kuvendit. Dhe janë këto faktorë të cilët më kanë bërë që edhe njerë me rimendu qëndrimin tim dhe mos me qëndrue indiferent ndaj këtyre zhvillimeve që po e dëmtojnë Kosovën, që po i shkatërrojnë të arriturat e përbashkëta që kemi bën veçanërisht me partnerët perëndimor dhe natyrisht që kanë futur në kulmin e krizës morale qytetarin si rezultat i interesave të ngushta dhe meskine dhe ambicieve të smundta të individëve të cilët kanë ardhur në krye të institucioneve ose kanë marrë vota me mashtrime dhe natyrisht unë si qytetar në rand të parë që respektoj shtetin dhe që kam bën një farmundi për këtë shtetin bashkë me familjen, shok dhe miq, është e pamundshme me qenë në teleshikus i këtyre zhvillimeve. Kështu që kam vendosur të jem në betejë politike. Pse zgjedhet Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës? Po shiqo, unë për nga profili, për nga kalumja, domethënë nuk kam mundën me zgjat tjetër. Dhe natyrisht kur fola më herët se narracioni i Beogradit për UÇK-n aludova edhe te vetë figura e komandantit Ramush Haradinaj, po jo vetëm e Ramushit, e të gjithë tjerëve. Dhe ku marrën përfundim se edhe në subjekte tjera, përveç vetëvendose që është domethënë përçuese e këtij narracionit Beogradit, nuk është se ka ndonjë simpati, domethënë për njerëzit e luftës, edhe po menojnë se ka ardhur koha me i arkivue dhe me i futën në për sirtarët, domethënë të arkivave. Derisa Kosova vazhdon domethënë të çalojë në orientimet e saja që i ka qysh në ditët e para të çlirimit të veçanërisht pas shpalljes së pavarësisë Kosovës. Dhe ku menu se kontributin tim mund ta jap më së miri edhe më shumti me Ramushin, për shkak se aty kam edhe miq edhe shok të tjerë, edhe bashkëluftëtar, edhe për arsye sepse disa të tjerë domethënë nuk është se janë në betejë politike për me mund politikisht, domethënë ato që është duke shkatërruar Kosovën dhe që ka emër edhe mbiemër dhe ai quhet Albin Kurti dhe sekti i tij politik, menoj që Ramushi edhe nga kalumja, sepse nuk është që e njoh sot, domethënë spaku domethënë është koherent në ato që përsaktohet. Dhe përsaktimi i Ramushit, siç dihet, është çdo gjë që mund të ndodhen me rezultatin e zgjedhjes pa Albinin kryeministër.